Një teren i ri sportiv do i shtohet Bashkisë së Maliqit, i cili do të përdoret nga nxënësit e shkollave dhe komuniteti, por edhe nga ekipi futbollit për të kryer stërvitjet. Me anë të investimit prej 5 milion lekësh, i cili po kryhet nga Bashkia e Maliqit, synohet të ndërtohet një fushë me standarde bashkëkohore në afërsi të fshatit Drithas poshtë, në një zonë lehtësisht të arritshme për nxënësit e shkollave të njësisë Libonik, por edhe për ekipin e futbollit. Duam të bëjmë rrethimin e saj, mbjelljen gjithë rrjetin e vaditjes kësaj fushe, një depozit për mbajtjen e ujit. Mbetet si faza e dytë të realizimit shpimit të një pusi, që të kemi mundësi që kjo të ketë ujë pa ndërprerje dhe të sigurojmë një mbjellje sa më normale gjatë gjithë periudhës vitit. I shtohet kështu territorit të Bashkisë Maliq edhe një teren tjetër sportiv që do shërbejë për nxënësit e shkollave, për ekipin e futbollit Maliqit për stërvitje në mbas diteve apo sipas programit që ata kanë, që do të thotë do të jetë edhe për aktivitete sportive midis njësive administrative, shkollave tip Spartakiadash. Mendojmë që është një pikë shumë e rëndësishme në qendër të bashkisë, në një vend shumë të mirë për efekt aktivitete sportive të gjithë zonës. Investimi është tashmë në fazën e parë të tij, kur janë duke u kryer nivelimet e nevojshme të fushës, ndërsa do të vijohet edhe me rrethimin e terrenit, si dhe mbjelljen e barit.